Emisioni Familja ime mbështetet nga Art Motion, Komodita, Prince Cafe. Përshëndetje të nderuar shikues, uroj të jeni mirë kudo që jeni. Sot në Familja ime do të trajtojmë dy tema, pra e para ka të bëjmë me ndryshimet demografike dhe ndikimin në zhvillimin ekonomik. Pra dhe Kosova është në këtë periudhë duke përjetuar pra ndryshime të mëdha demografike, që reflektojnë jo vetëm në zhvillimin e brendshëm shoqëror, por edhe atë ekonomik. Do flasim këtë temë me zotërin Mehdi Gashi, gjeograf. Ndërsa në pjesën e dytë do flasim për një temë shumë aktuale, besoj se cili prindë dëshiron një fëmijë të përsosur pa e kontrolluar lumturinë e tij, do thotë trendi se nëse është në notat më të mira, në do thotë muzikë, në sport dhe gjitha ato ku ai dëshiron që fëmiu i tij të jetë i përsosur. Këtë temë do ta trajtojmë me Valentina Osmani, pedagoge, do të merrni shumë përgjigje të gjithë ne që dëshirojmë fëmijët tanë të kemi të përsosur. Anita, si çdo herë kam këtu për materialet e përgatitura. Mirë se erdhe, Anita. Shëndetje, Mirjeta. Jemi mirë se ardhur edhe sot. Temat i kemi shumë të rëndësishme, aktuale gjithsesi. Dhe besoj që edhe prindërit tuaj kanë dëshiruar të jeni perfekte. Dhe përsosura. Si gjithmonë me qenë Mirjeta këtu afër juve. Patjetër që po. Çdo prind i ka pritshmëritë e larta për fëmijët e tyre, si prindrit e mi, si ndoshta ju për fëmijët e juaj, po gjithë. Patjetër që kërkojmë më të mirën nga fëmijët tanë, por që është edhe rëndësishme që t'i bëjmë ata të lumtur edhe t'i ndjekin ëndrat e tyre që ata i kanë, t'i ndihmojmë pra në atë rrugtim. Këto janë edhe këshillat e profesionistëve realisht, ne tu qëndrojmë pranë pa imponime dhe pa presion. Ta ndjekin rrugën e tyre. Gjithsesi, çfarë do të na sjellësh sot për fillim? Mireta, dy materialet janë mjaft interesante. Këtë herë pra patjetër kanë të bëjnë me familjen, por edhe me temën me dhëna demografike pra të Kosovës që vetë se do i diskutojmë në pjesën e parë. Materiali i parë, pra materiali i këshillës, që edhe do e nisim emision me të, ka të bëj për bebet. Këtë herë, pra ne kemi takuar një neonatologe dhe na ka treguar për gjitha nënët e reja. Nëse nuk jam gabim, edhe musafira jone e dytë tashmë është vetë se nënë e re. Po pra, është Valentina nënë e re. Edhe materialin, pra që për gjitha nënat e reja, kujdesin ndaj bebeve, pas që janë akoma foshnjë të vogla, si duhet të kujdesemi, tregojnë neonatologët. Ndërsa materiali i dytë, pra që e përmenda se patjetër që lidhet edhe me dhëna demografike të Kosovës, na tregon se ne jemi munduar të takojmë disa familje tek ne këtu në Prishtinë, të cilët kanë pra më shumë se 5 fëmijë, 5 anëtare më shumë që janë në familje, kanë fëmijë aq shumë, pra kemi takuar gjendjen e tyre, se si po ju ecën pra jeta edhe vetë fëmijëve dhe si po mund t'ja dalin prindërit të kujdesen për ta. Me shumë kënaqësi do e shohim fillimisht këshillën që bëhet fjalë për një periudhë shumë të rëndësishme pra të kujdesit të bebeve dhe do të rikthehemi me mysafirët në vazhdim dhe materialet e tjera. Përshëndetje të dashur shikues. Sot do të bisedojmë pak lidhur me përkujdesjen e të posalindurit. Qoftë për ambientin, mirëmbajtjen pra e një ambienti të shëndetshëm për foshnjën, po ashtu dhe për kujdesjen personale, higjienike edhe pozicionale të i posalindurit. Unë mendoj që duhet nanat e reja, sidomos ato për herë të parë që bëhen nana, duhet të jenë të informuara para se me lindë, për shkak se faktikisht duhet të përgatiten. Nuk është ndoj gjë shumë e madhe, mirë, po është mirë të përgatiten edhe të kenë informacione çka është më e mira për beben e tyre. Së pari duhet të informohen për temperaturën e ambientit, edhe për veshjen, edhe mbathjen po ashtu, të një bebe të posalindur për shkak se ka arsye të mëdha. Veshja të jetë e pamukt, të jetë e lartë, të jetë e hekurosur, pas butësa, pa detergjente me aroma, për shkak të reakcioneve alergjike që mund të shkaktohen te lëkura e foshnjës, e cila është shumë e brisht, sidomos me njerë pas lindjes. Ndërsa ambienti është shumë e rëndësi, arsyeja që po e them këtë, sidomos në kohën
kur është sezona e vjesht dimër pranë verë, kur I kemi temperaturat më të ulta të ambientit, edhe ne prej frigës që do të kemi ftofje të bebes apo diçka, e ngrohem ndoshta edhe më shumë se sa që duhet ambientin. Zakonisht preferohet 23-4 max temperatura e ambientit, dërsa ajo minimalja 21. Kjo ka rëndësi për shkak se mënyra e ngrohjes është e rëndësishme. Edhe gjitha këto që I japim rëndësi është për shkak të tharjes së ajrit. Një ajër I thotë, pra pa lagështi, shumë ndikon në organet e frymarrjes tek foshnja, sidomos duke filluar nga hunda, për shkak se një frymarrje normale do duhej hunda të jetë e hapur, sidomos te foshnjet, të cilat kemi frymarrje hundore, jo frymarrje me gojë, edhe toaleta e hundës është shumë e rëndësi. Një ajër I thatë e thanë edhe mukozën e hundës edhe zakonisht kemi zënje të vrimave nazale. Kështu që informacioni apo informimi I drejt I nënave primipare para lindjes është me rëndësi për shkak se është një stres mandej mas daljes së bebes edhe ndoshta ka dikur që I ndihmon. Po me gjithate, nana me qenë e sigurt në vetvete dhe të fiton vetë besim. Për shkak se ndihma vjen prej gjithandej, por nana duhet me qenë ajo që duhet të jetë e përgatitur. Për shkak se disa nana të reja, sidomos, tashtë edhe, ndoshta është koha që është rrit numri I lindur me sekcio cezare, apo prerje cezariane, edhe nuk janë edhe në gjendje të mirë. Qoftë shëndetësore, qoftë fizike, qoftë psiqike, qoftë gjithçka. Kështu që ndihmesa është po shumë e rëndësishme, por edhe një informacion I mahershëm I nanës, shumë shpejt I krijon një vetbesim nanës që do duhet mandej të kujdeset vetë për bebin e vet. Jemi tashmë në studio për të filluar bisedën, do flasim pra për ndryshime demografike dhe ndikimin në zhvillimin ekonomik. Në dekadat e fundit, Kosova ka përjetuar ndryshime të mëdha demografike që reflektojnë jo vetëm në zhvillimin e brendshëm shoqëror dhe ekonomik, por edhe në ndikimet historike, politike dhe globale. Andaj këtë temë do ta trajtoj me të ftuarin tim, zotërin Mehdi Gashi, gjeograf. Mirë se erdhën. Mirë se vjen. Faleminderit për kohën që ke gjetë, ta trajtojmë këtë temë shumë aktuale dhe rëndësishme besoj për vendin tonë, por edhe për rajonin. Është një prej temave më të rëndësishme, kisha me thonë, edhe ndoshta shumë mësohet për të, po pak paraqitet, edhe është shumë e nevojshme që të flitet më gjatë edhe të vëdësohemi në kuptimin e zhvillimit demografik në Kosovë. Si ka ndryshuar, do të di numri I popullsisë në Kosovë gjatë shekullit 20 dhe 21? Ndryshimet I kishim ndarë në 3 periudha kohore, gjatë shekullit 22 dhe pas shekullit 20, fillim shekullit 21. Periudha e hershme, fillim shekullit 20, në Kosovë, gjatë kësaj periudhe, Kosova kishte një numër popullsisë afërsisht dikon 475.000 banor në tërësi, po flas për këta kufit aktual që janë. Një periudhe e cila deri në vitet e 60-ta zgjat me një rritje ngadalt. 50 vitet 2 fishohet popullsia në 900.000 banor afërsisht kështu. Gjë që është një kohë bukur e gjatë për me ushtu numrin e popullsisë 50 vite, se 30 vite, 25 dhe 30 vite merret si mesatare rritjes. Që tregon se rritja e popullsisë Kosovë ka qenë ngadalt, megjithatë pozitive. Vitet e 60-ta me ndryshimet e shumta socio-ekonomike brenda vendit tonë, përshpejtohet rritja e numrit të popullsisë, saqë brenda 30 viteve, prej vitit 1960 deri në vitin 1991, ajo dyfishohet, që është një periudhë kohore shumë e shkurt, nga 900.000 në 1.9 milion banor, edhe pse viti 1991 nuk është një regjistrim I saktë për shkak të rrethana politike mirë po është I parafort, edhe aty dikon mendohet ka qenë. Dhe periudha e fundit, pas viteve të 90-ta, që e përfshin deri tashmë në vitin 2025, është një periudhë ngjashme, mirë po një dallim të vogël e gjen vitet e 90-ta për shkak të emigrimit të madh popullsisë, ku ka prek dikon mos e 500.000 banor, edhe me gjithë, pjesa më e madhe
popullsi e moshës të mesme. Gjë që ma vonë reflektohet, sepse ata nuk marrin pjesë mandej në riprodhim të popullsisë pas vitit 2000. Dhe dykon Kosova sot numëron 1.6 milion banor, është një rëmje bukur e madhe, kur e krahasojmë me ato se sa do është jetë tash në vitin 2025, sikur të vazhdojnë taj trendi i viteve 60-70. Cilat janë arsyet kryesore të ndryshimeve, mund të themi, demografike në Kosovë? Po, në përgjithësi, janë dy grupet faktorë ose që arsyetojnë ndryshimin e popullsisë. Është lëvizja biologjike dhe mekanike. Në lëvizjen biologjike, përfshin këtë natalitetin, lindjen, mortalitetin, vdekjen, që jep rezulton me një shtim natyror, pozitiv apo negativ apo dhe stagnant. Dhe lëvizja mekanike, emigrimet. Gjë që emigrimet normalisht gjatë gjithë historisë edhe tash kanë pas ndikim shumë të madh në ndryshimin e numrit të popullsisë. Sa i përket shtimit natyror në Kosovë, vitet e mëhershme veç e cekëm pak që ka qenë një shtim i lartë, mesatarisht i lartë, sidomos vitet e 60-ta këndaj në tranzicionin që fillon Kosova, në kuptimin ekonomiko-social, ka qenë një shtim jashtëzakonisht i lartë. Mirë po, viteve të fundit është shumë shqetësuese, sidomos pas vitit 2000 dhe me dhonat e fundit vitit 2024, del që shtimi natyror jemi afër shtimit negativ, që jo pak, po shumë është shqetësuese. Çfarë po ndikon atëherë? Kjo për arsye, me ndërlidh shkon edhe tek pjesa e lindshmërisë. Për shembull, më përpara nëse flasim, një grua ka pas deri në 4 fëmijë, domethënë minimumi 4 fëmijë në lindje, pra lindshmëri. Ndërsa sot, sipas Agjencisë Statistike të Kosovës, pra i kemi dikon rreth 100 grave, prej 100 grave i kemi 175 pra fëmijë, që është një numër më i pakët se sa gjatë viteve të kaluara, siç e përmendet edhe ju, pra që ka pas një rritje më shumë të lartë. Atëherë çfarë po ndikon? E kishim krahasuar vetëm edhe pak korrigjim të vogël këtë pjesë, domethënë vitet e 20-ta, fillim shekullit 20, afërsisht dikon 6 deri në 7 fëmijë ka qenë për një nën. Po, për një nën, ashtu. 4 minimumi, pra 6 deri... Në fakt, 6 deri në 7 pak në periudhë pak më hershme. Sot, kjo është shumë shqetësuese, se është duke shku drejt minimumit për me pas një riprodhim biologjik popullsia, duhet të ketë 2.1. Në fakt, ne jemi arte kufiri 2.1, me disa statistika dalin që janë në dykun 1.2. Atëherë çfarë po ndikon? Çfarë po ndikon? Kjo në përgjithësi këtë botën është një lloj tranzicioni që quhet ose një farë trendi lëvizjes së numrit popullsisë, ku kjo ndahet në 3 grupe të mëdha të popullsisë. Të pazhvilluar, në zhvillim dhe të zhvilluar. Tash na duhet ta shohim Kosovën ku qëndrojmë me këtë. Në fakt Kosova tranzicionin e ka filluar vitet e 60-ta. Mirë po, këndikimi faktorëve në një farë mënyre e ka bot vetën në lëvizjen demografike, por lëvizja demografike ndonjëherë të na është përshtydi i ka parapri ndikimit faktorëve. Në grupin e faktorëve mund të marrësh prej atyre ekonomik, social, po marr në ekonomik veprimtaria punës, social arsimimi, ngritja e vedijes, shkalla urbanizimit e tjerë, e këtë të reflektojnë mandej në planifikimin e familjes. E marim shembull shoqërinë në fillim të shekullit 20 në Kosovë, një shoqëri ku 90% kanë qenë analfabet, e tillë ka qenë gjendja, me 90% që kanë qenë popullsi rurale, planifikimi i familjes nuk është po edhe në fakt fëmijët janë pas si fuqi punëtore, sepse kanë dhënë kontribut qysh në moshën e hershme në familje. Për atë arsye edhe numri i madh i tyre ka qenë kjo, se kanë planifikuar që në të ardhmen ata do të kontribuojnë në mënyra të ndryshme për familjen. Në moshën e re, në moshën 10 vjeçare fëmijët kanë dhënë qenë të angazhuar, bile kemi ende të angazhuar në veçanti në fshatra në punë të bujqësore, unë besoj që janë ende të angazhuar në moshë shumë të ulët fëmijët. Mirë, po në tranzicionin demografik me zhvillimin ekonomik fillon të ndryshojnë gjitha këto, rritet shkolla arsimimit, rritet popullsia urbane, ndryshon lloji i punës për veprimtarisë bujqësore që është sektorin e parë, kalojmë sektorin e dytë në industri, në shërbime, dhe tash koha është ndryshe brenda vend ndaj fëmijës dhe kërkesat janë ndryshe. Tash fëmiu duhet shkollohet, për fëmiu duhet përkujdeset, për fëmiu duhet shpenzohet, gjë që bën të vështirë brend me arrit në një jetë më cilësore. Fëmijët e tyre. Kosova me rajonin si po qëndron? Se përket edhe planifikimit, edhe lëvizshmërisë, edhe ndikimeve të tjera që vi përmendet. Në fakt, rajoni disa prej shteteve kanë paraprinër në natalitetin krahasi me neve. Dhe në kuptimin e emigrimit,
është problem shqetësues për këtë Ballkanin, si çdo vend tranzicion, emigrimi është shumë i lartë. Drejt vendeve zhvilluar, kur është mundësia që Evropa është zhvilluar është afër, edhe mundësia për me lëviz. Ka qenë edhe kjo njëra prej modeleve që i kemi marrë se i përket edhe planifikimi familjar dhe ndoshta rënies së natalitetit. Është shumë ndikume. Në fakt është shumë ndikume dhe përshpejtume ky tranzicioni që është prit ndoshta për disa vite të ndodh, është përshpejtuar edhe më pak vite duhen për me ndodhë të ndryshimet brenda ndryshimet demografike. Anita? Kosova në krahasim me rajonin, pra ne jemi mundu me i sjellë edhe disa grafika, i kemi përpunu, ku fillimisht ndalem tek popullsia, rreth 60% e popullsisë, nëse mund të më korrigjoni nëse është sakt, është në Kosovë tek ne është nën moshën 35 vjeç, pra e kemi popullsinë më të re në rajon. Ndërsa në krahasim me vendet e tjera, për shembull në Shqipëri shkon deri afër moshës 40 vjeç, ku ndërsa Serbinë kemi me moshën mesatare më të lartë, pra 45 vjeç e tenal. Tek ne pra e kemi vendin popullion, është vendi me popullsinë më të re në vend. Ndërsa sa i përket edhe personave gjithmonë gjatë rritjes, pra me kohë vite të ndryshme, mendoj se deri në vitin 2050 mosha mesatare tek ne në Kosovë do të shkojë deri në 35 e të lartë, pra sepse jemi nën 35, mosha më e re, pra ndërsa mendoj që deri në vitin 2050 mosha mesatare do të rritet më shumë. Në këtë aspekt janë dy tregues të mirë për moshën mesatare. Mosha mesatare në fakt është një, e cila nëse është nën 30 vite konsiderohet si popullsi e re, mbi 30 vite hyn në grupin e popullsive të plakura. Kosova dikur kishte 22-24 moshën mesatare, që është jashtëzakonisht e re, mirë po sot vitin 2024 ka arrit 30. Domthon mosha mesatare, 30 pikë diçka afër 30. Se deri tash jemi lavdëruar për këtë pjesën për moshë të vogël. Mandej edhe një tregues tjetër është struktura moshore, mbi 65 vjet dhe nën moshën 14 vjeçare. Domthon dikur kishim 4 deri në 6%, gjithmonë i referohem viteve 20, shekullit 20. Dhe në atë kohë ka qenë domthon një popullsi vetëm 4-6% mbi moshën 65 vjet. Sot ka arrit 11%. Në fakt edhe kjo sillet nga 7 deri në 12 si popullsi e mesme, ne jena në pragun e popullsisë së plakur. Edhe pse jemi mësuar gjithherë të themi se popullsia e Kosovës është e re, mirë po kemi ndryshime. Ka ndryshime. Edhe ato shumë. Sa i përket fuqisë punëtore në këtë aspekt? Sot si qëndrojmë, prej moshës 14 e tutje, në fakt mbi 15 dhe në moshën 64, si popullsia aktive që konsiderohet, dikun jemi 67%, është shumë mirë, për momentin është shumë mirë, po nëse shumë të ardhmen, që do ndodhë se kjo popullsia mesme kalon mandej pjesën e popullsisë së plakur, ndërsa shqetësuese është që vetëm 22% është zera deri në 14 vjet. Në fakt, kjo ka qenë mbi 45% në vitet e mëhershme. Më është një përgjysmim i popullsisë të re në Kosovë. Bazuar në trendet aktuale, si parashikohet të vazhdoj numri i popullsisë në Kosovë në dekadat e ardhshme? Në fakt, nëse shohim duke bazuar statistikat e fundit dhe në faktor që po ndikojnë në ndryshimin e këtyre statistikave, është pak shqetësuese, për shkak se nataliteti po bie nën atë pragun minimal, dhe nëse vazhdon kështu, ne do të kemi shtim negativ në kuptimin biologjik. Njëjtën kohë kur i shtojmë që emigrimi është në nivel shumë të lartë, edhe këtu kemi shtim mekanik negativ. Kjo në një farë mënyre është shqetësuese sepse numri i popullsisë Kosovë do të vazhdojë të bie. Dhe këtu do të bëhet një zgjidhje, këtu do të shihet diçka në një zgjidhje me dalë për kësaj situate. Si e mendoni, çfarë duhet bëjmë? Ka shumë, marrim shembull modelin gjerman ose modelet e vendeve të zhvilluara që e kanë përjetuar këto pak më herët se sa ne. Gjermania ka vendosur shembull për çdo fëmijë t'jap shtesat. Do thotë stimulim i prindërve. Ka bë politika populative progresive. Ose në atë të cilat marrin pjesë në lindje e kanë ato benefitet brenda punës, lirimin me kohën e leonisë, pushimet e tyre, mandej për kujdesin ndaj fëmijëve, ndërtimi i qelljeve të mjaftueshme që me pas fëmijët mundën me kalu kohën e punës, orarit punës. Mbi gjitha janë shtesat, se problemi është më shumë ekonomik. Një familje që ka një fëmijë, dy fëmijë, e ndin veten më të sigurt në mbijetesën e tyre se sa të ketë më shumë 2, 3, 4 ose më shumë sikurse ishte në vitet e mëhershme. Si po i shihni këto ndryshime dhe premtimet politike që bëhen? Se dinë nëse kanë qenë vetëm në fushat zgjedhore apo besoj që nuk mjaftojnë realisht. Kuptimi shkencor për me ndryshu trendin negativ që është për momentin, politikat progresive duhet shtohen në Kosovë. Për një fëmijë duhet ndahet më shumë.
për një fëmijë duhet jetë një mirëqenie, një siguri e tij që ai do të arrijë dhe të shkollohet, të mbahet gjatë jetës së tij. Se ideja është vetëm deri në moshën 16 vjeçare, nëse nuk gaboj janë përfitues të shtesave, ose nga shteti. Çfarë të bëjmë me të tjerë deri në 18 vjet ku ata vazhdojnë shkollimin? Për shembull në vendet e zhvilluara kjo parashihet ndryshe. Deri në 25 vjeç realisht. Mosha 15 deri 18 vjeçare parashihet që është në një marrëdhënie pune pjesëreshme. Dhe në gjysmë orari me pagesë dhe nuk shihet shumë e nevojshme që të paguhen shtesa për fëmijë. Edhe pse, me sa di disa shtete kanë deri 18, disa deri 16 varet për shtetit të shtet kjo, për politikave tyre që i zhvillojnë. Mirë po për vendin tonë, kishte qenë shumë e mirë që shtesat për fëmijë të rriten, të forcohen më shumë, me kusht që të ndihet një siguri për numër më të madh të fëmijëve. Flasim edhe pak për emigrimin që është pjesë, po vazhdojnë të thotë të emigrojnë. Si ndikon kjo në zhvillimin ekonomik dhe shoqëror të vendit? Fatkeqësisht ikja e popullsisë nuk po prek shumë këto moshat para aktive, pas aktive. Më shumë prek këtë moshën aktive e cila është direkt në marrëdhënie pune. Dhe kjo në kuptimin ekonomik ndikon shumë negativisht. Për shkak se ik fuqia punëtore, sidomos fuqia punëtore kualifikuar, që është shumë e rëndësishme për një vend, me dhënë një shtytje zhvillimit ekonomik. Dhe për vendin tonë, prej viteve 90-ta nuk ka të ndalur emigrimi i kësaj moshës aktive që është. Mend edhe një numër pak më herët diku deri në 500. 500.000, domethënë nuk ka dhëna të sakta, por afërsisht vetëm vitet e 90-ta. Po flasim për vitet e 90-ta. Ajo koha politike. Çdo familje ka dikën pra jashtë vendit. Nuk njohim dikën që nuk e ka. Ashtu, po ky trend ka vazhduar tash pas vitit 2000 për shkaqe ekonomike. Në fakt vitet 90-ta ishin ekonomike, politike të asaj kohe që kanë qenë. Sot i kemi edhe trend për shkak të punës. Po shkollimit, më pas ata nuk, shumica nga ata nuk kthehen më për... Një pjesë e madhe aty, fatkeqësisht, shkollohen dhe nuk kthehen më. Unë mendoj që këtu duhet të kemi edhe politika të shtetit që të stimulojnë ata që të kontribuojnë në vendin e tyre siç e quajnë edhe kthimi i trurit. Kjo ka shumë rëndësi. Pavarësisht ndodh shkollimi brenda apo jashtë, ka shumë rëndësi që ajo fuqi punëtore kualifikuar me qëndru këtu, me dhënë kontributin këtu. Shumë është e rëndësishme. Do të flasë edhe pak për hapësirat e jetesës ku në fshat, qytet, që është shumë më rëndësi dhe planifikimin, se kjo në kuadër të familjes do planifikohet edhe hapësira e jetesës. Se shihni ju gjithë këto ndërtime, gjithë këto do të lirimi e fshatrave dhe migrimi në qytet, se kjo është migrimi i brendshëm, nëse mund të themi. Ashtu. Është migrimi i brendshëm, jeta urbane dikton këtë mënyrë të jetesës të ndryshme nga jeta në fshatra, sepse ndryshon edhe lloji ekonomisë, veprimtari që ushtron brenda, funksionet brenda qytetit, gjithçka tjetër. Nëse krahasojmë pakton Kosovë më herët, dikun me 10% popullsisë urbane, sot dikun ka arritur në 45% popullsisë urbane, është një ndryshim i madh, e që ky trend po vazhdon me hapa shumë të shpejt, një imigrim ndoshta edhe i pakontrolluar prej fshatit të qytet. Kjo ndoshta ndonjëherë më ngarkon. Mi po duhet bën planifikime ekonomike, urbanistike, hapësinore, për me pranu që të popullsia e cila vjen të integrohet sa më shpejt dhe më lehtë. Po pra për kushte më të mira, për shkollim, punësim, këto janë edhe disa prej arsyeve që marrin një hap të tillë. Planifikohet pak më herët. Planifikohet më herët hapësirat e shkollimit, planifikohet hapësira urbane, planifikohet gjitha funksionet e brendshme që me qenë të gatshëm me pranu popullsi nga imigrimi i brendshëm. A do të vazhdojë rritja e popullsisë në botë? Se shihni këtë? Dhe çfarë sfidash realisht do të na presin në të ardhmen? Në fakt, popullsia e botës, pak më herët e ceka që është në vendet e pazhvilluara, në zhvillim dhe të zhvilluara, pjesa dërmuese e popullsisë sot gjenden në vendet në zhvillim, që nën kupton se do të vazhdojë për një periudhë rritja e numrit të popullsisë, ashtu dikun me disa projeksione parashit që deri në vitin 2100 vazhdojë të rritet, në vitin 2100 shihet që ka më qenë një problem global i rënies numrit popullsisë. Edhe pse në shumë raste tash shqetësohen është rrit numri popullsisë shumë, do të vazhdojë të rritet kështu, po dhe kjo ka një kufi. Për shkak se vendet në zhvillim që janë për momentin, siç është India apo vendet e tjera që kanë një pjesë të madhe të popullsisë, në vitin 2100 e kalojnë këtë tranzicion, kalojnë vendet të zhvilluara mbas të projeksioneve që parashihet. Po dhe luftrat kanë ndikuar realisht të kemi lëvizje. Luftrat në botë. Luftrat po janë të lokalizuara dhe mund menaxhohen. Po flasim në këtë kuptimin e përgjithshëm si lëvizje e përgjithshme e popullsisë, për shkak të zhvillimit ekonomik, social, viti 2100 parashihet si një vit i kthesës në rrënien e numrit të popullsisë botërisht, domethënë gjithë botën. Sa është jetëgjatësia mesatare tek ne në Kosovë? Nuk jemi larg Evropës.
dykon 74, sidomos në Evropa, prej 74 deri në 80 sillet në vendet e zhvilluara. Në vendet e pa zhvilluara kjo është nën 70. Ne qëndrojmë domethënë fiks në këtë pjesë është mbi, po nëse marrim shembull vendet në shoqërive të pa zhvilluara, dikur është gjatësia mesatare 45-50 vite. Është shumë ulët. Po me rritjen e zhvillimit ekonomik, me shëndetin sociale, mjekësisë, gjitha këto, edhe gjatësia rritet. Mirë, me kretë në fund, me çfarë do ta përfundoje faktikisht dhe si të stimulojmë që të kemi mos të shkojë rënja e natalitetit në vendin tonë, cilat politika do të na ndihmoni realisht, edhe pse është shumë sfiduese përderisa të gjithë themi sot të angazhuar pavarësisht gjinisë. E vërtet, një kërkesë do të shkonte tek gjitha institucionet të cilat kanë ndikim në bërjen e politikave progresive në rritjen e numrit të popullsisë. Ta bëjnë sot se dikur është vonë. Nëse vazhdojmë këtë trend, edhe një herë po ripërsëris, unë shoh shumë shqetësim për Kosovën në rënien e numrit të popullsisë. Ndoshta ndonjëherë e fshehim këto, nuk e thojmë, mirë po e vërteta po qëndron këto. Mirë. Kjo është edhe porosia juaj apo? Ashtu. Faleminderit shumë për punën. Ne do të vazhdojmë të takohemi për diskutuar edhe tema të ngjashme dhe shumë të rëndësishme. Faleminderit. Faleminderit shumë. Anita, çfarë na ke përgatitur? Mirita, patjetër që materiali lidhet me temën që neve të diskutuam në studio, siç e paralajmërova edhe në fillim të emisionit. Ne jemi munduar që të takojmë familje ku kanë antar pra fëmijë më shumë se 5 fëmijë. Të shohim se kushtet në cilat rriten ata, se si mund t'ja dalim pra në këtë krizë themi ekonomike të vendit tonë. Pra jemi munduar të shohim se sa ne folim për popullsinë, pra një familje me 5 fëmijë më shumë, pra jemi munduar të takojmë dhe të shohim gjendjen e tyre aktuale. Ne kënaqësi do ta shohim këtë emision, këtë storie faktikisht dhe do të rikthehemi për bisedën e dytë që do të jetë po kaq e rëndësishme. Në shumë familje në Kosovë, sidomos ato me më shumë antar, po bëhet gjithnjë më e vështirë të përballohet jeta e përditshme. Pagat e ulta dhe rritja e çmimeve kanë krijuar një presion të madh ekonomik. E kjo është edhe arsyeja pse qytetarët kërkojnë rritje të pagave dhe më shumë mbështetje institucionale. Po fatin e me antarë familjes punojmë pjesa me madhe, unë jam 4 antarë, kështu që 3 antarë punojmë, po ja dalim po edhe pse punojmë nuk është paga e mjaftueshme, se me një pagë që e merr sot personali, veç një person nuk është e dobët. Domthonë gjitha pagat me bon nuk mundesh me bon një zgjidhje ose një ndryshim, ose që ka njëri nevojë pa marrë parasysh me pas ndryshime, diçka si në shpesin, shumë sen janë që nuk mundesh me ja dal me Pa në familjen time për shembull punojnë djali, djemt, vajza, po ata i kanë nevojat e veta, problemet e veta, kështu që ata punojnë për vete, për familje, po nuk kanë rroga, nuk kanë tarora për pos vajza që ka rrogë më të mirë, tarna më të mira djem, nuk kanë rroga të larta, do të thotë për këtë kosto që është në Kosovë, për këto rritje të çmimeve. Ndërkohë që shporta e konsumit vazhdon të shtrenjtohet, shumica e familjeve thonë se të ardhurat nuk po mjaftojnë as për nevojat bazë. Në këtë gjendje ekonomike si jem në Kosovë, të izolum nga bota, me sankcione, me rritje të çmimeve katastrofale, shoqëria kosovare ka shumë nevojë për rritjen e pagave. Paga është e nevojshme më rrit, se çmimet po rriten shumë më shpesh se paga. Kështu që është e nevojshme shumë. Qytetarët me qitë pagë që i kanë, është e pamundshme me ja dalë mujt. Shqiqoni, unë jetoj në fshat, punoj edhe
do në thot në kopsht, në bahqe punoj, do në thot gjitha, me patate, me domate, me speca, me tranguj, me çdo gjë. Kështu që ajo na lehtëson pak punën. Për ndryshe, një familje që është në 1.000 euro, nuk ka mundësi jetesen kushte normale, do në thot çfarë duhet jetoj. Një profesion të paktën që punoj jone, ajo pogë që ka tosh në 1.200 euro është një pogë shumë e... Çka punoni më pojë? Unë punoj si shofer, vozic, po me përjashtim jo në bazë të punës dhe munimit që bojmë nuk është pogë. Dhe më onë se unë shpesh këj edhe të vlavë dalë jashtë në Perëndim, po me do kushti që punojmë na, me që të poga që është, nuk mundesh me mrijas atë pjesën që ka kom njeri nevoj, mujore, ose nuk mundesh me mrijas as të përma afrëm ta. Se sot me ndrugë 500 euro, për shembull nuk mundesh me bo zgjidhje vetëm me nivan bjetese. Nuk është pogë që mundesh me adolë. Edhe ka shumë familje që nuk i morin asë qatu. është dopt familja sociale, familja punë që punën, çfarë do profesioni nuk është të bo poga nivel. Ndërsa presioni rritet, qytetarët shpresojnë që institucionet do të ndërmarrin veprime konkrete për t'u lehtësuar barrën ekonomike. Jemi tashmë në pjesën e dytë të familjes. Do flasim ku në një botë ku gjithçka matet me nota, arritje dhe krahasime, shumë prindër përpiqen të bëjnë në fëmijët më të mirin, shpesh duke harruar gjë më të rëndësishme pra lumturinë e tij. Sot në familja ime do të flasim për mënyrën se si mund të rrisim fëmijë të lumtur, të sigurt dhe të pranuar ashtu siç janë, jo të përsosur, siç ne dëshirojmë. Andaj do flasim me zonjën Valentina Osmani, pedagoge. Mirë se erdhe, Valentina. Përshëndetje, kënaqësia është e imja. Faleminderit shumë për kohën që ke gjetë të jesh ta diskutojmë këtë temë kaq të rëndësishme edhe në rolin e nënës realisht të prindit, por edhe si profesioniste këtij drejtimi. Çfarë do thotë në të vërtetë rrisim fëmijë të lumtur dhe jo të përsosur? Atëherë tema fëmijë lumtur apo fëmijë përsosur nënkupton një kontrast mes dy qasjeve prindërore dhe shoqërore. Atëherë përsosmëria apo perfeksionizmi i prindërve nënkupton prindër të cilët dëshirojnë kanë pritje të larta për fëmijët e tyre, sjellje jo të gabume, nota të larta dhe çdo gjë që shohin perfekte tek fëmijët e tyre. Ndërsa nëse rrisim fëmijët e lumtur, nënkuptojmë që ne duhet t'ju ndihmojmë fëmijëve që ata të ndihen të sigurt, të pranuar, të kenë një siguri të lartë emocionale. Fëmijët e lumtur nuk nënkupton, nuk është ai fëmijë i cili nuk ka probleme, po është ai fëmijë i cili prindrit e tij kanë kriju, kanë formsuar një siguri emocionale për me u përballë me këto probleme. Pra çdo fëmijë i cili është i lumtur është fëmijë që është i pranuar në rrethin ku është, i dashur dhe është i lirë që të eksplorojë edhe të mësoj ashtu siç ai ndihet edhe e pranon veten ashtu siç është. E vërtet, atëherë a ekziston fëmijë përsosur apo është një iluzion, një dëshirë shumë e madhe e prindit? Jo, nuk ekziston fëmia i përsosur, është një ideal ku prindrit e krijojnë këtë ideal duke pas pritje të larta, por shumë shpesh ndodh edhe nga frika e prindërve që fëmia i tyre të dështoj, por edhe nga dëshira që fëmijën e tij me pas sa më mirë, fëmijën e tij me mbrojt sa më shumë, por realisht kjo ndikon negativisht tek fëmijët dhe nuk ekziston një fëmijë i përsosur. Prindrit duhet të kenë më shumë tendencë që ta pranojnë fëmijën ashtu siç është, ja respektojnë individualitetin, të nxisin edhe të zhvillojnë vlera tjera, siç janë empatia, bashkëpunimi dhe jo ta shohin fëmijën sikur fëmijë perfekt. E vërtet, atëherë, a janë sot prindrit më kërkues dhe ndoshta kjo ka bërë që edhe fëmijët ndonjëherë mos jau arrin atë pritshmëritë dhe dëshirat e tyre? Po, fatkeqësisht po, janë shumë kërkues. Kjo ka të bëjë edhe me zhvillimin e jetës që tashmë dihet, shumë prindë në një farë mënyrë garojnë me njëri tjetrin duke
mos respektu individualitetin e fëmijës, aftësitë edhe prirjet që fëmija i ka, por gjithmonë duke të nëntu me i pani një nivel si që janë fëmijët e tjerë, duke i krahasu me fëmijët e tjerë, edhe shpesh fëmijët gjenden në presion, edhe kjo ndikon negativisht të këta në ulljen e vetëbesimit, vetëvlerësimit, edhe mënyrën se që shohin ata vetën. Do me thanë, në plan afat gjatë, kjo ndikon negativisht, sepse gjithmonë mandej fëmijët kërkojnë një miratem, kërkojnë një mohim, kërkojnë gjithmonë një mbështetje prej prindërve, në mënyrë që me pasës a janë të sigurt se si po veprojnë. Si ndikon kur prindërit zakonisht i krahasojnë fëmijët e tyre, shembull shoku ka marrë notë më të lartë, i ke marrë më të ulët, si ndikon tek fëmijët ky krahasim? Fatkesisht kjo ndikon negativisht, ullet vetëbesimi i fëmijës, sepse nuk vlerësohet përpjekja, nuk vlerësohet procesi. Për shembull, në rast se një prind ta vlerësoj fëmin qofse edhe ka marrë një notë 4, a i gjithmonë i ka pritjet e larta dhe gjithmonë shkon me komentin, nuk i ke marrë 5, në vend që mi thanë që bravo, kjo ka qenë përpjekja. Ose ka marrë 5 në klasë, kjo është pyetja. Po, kjo ka qenë përpjekja jote edhe më mundu që edhe fëmija mu gëzu gjatë procesit, me vlerësu që okej, gjatë kësaj kohë sa ke mësu për notën 4, ti e ke menagju kohën shumë mirë. Ka ndihmoj edhe për me u përgatit për pasime. Po, gjithmonë do me thanë me gjetë një rrugë duhon, mirë që a i me vlerësu edhe me pa se ka vend për me u përmisu. Për shembull mi tregu që gjatë kësaj kohë ke qenë shumë bashkëpunus, por nuk do të thotë që kjo është fundit, i kime provu edhe me u përpiq edhe me marrë edhe një notë më të mirë. Në këtë mënyrë ne i vlerësojmë fëmijët për përpjekjen, për vetëbesimin që e kanë dhe nuk e vlerësojmë gjithmonë rezultatin. Do me tha nuk e masim fëmijët vetëm me rezultatin që arrin, se në këtë mënyrë fëmija gjithmonë mësot se për me u pranu, për me qenë i dashur, a i me pa tjetër do të me pas një performans të mirë dhe do të me marrë një rezultat në këtë rast një notë 5. Po si mund të kuptojnë prindrit që realisht po i vendos fëmijës pritshmëri jo realiste? Atëherë kur tentojmë domosdoshmërisht për shembull me marrë një notë lartë, kur nuk i shohim aftësitë cilat i ka, sfidat që has fëmija, kur e shohim që një fëmijë për shembull nëse vjen nga shkolla dhe nuk është mjaftueshëm i lirë me u hap me prindrit e vet, me i tregu se si e ka kalu ditën, për shembull nëse është një fëmijë i sigurt emocionalisht, një fëmijë i lumtur, ai edhe problemin më të vogël që e ka, apo edhe problemin e ndan me prindrit, edhe me tritun, ndërsa nëse fëmijët cilët e marrin një notë që nuk është mjaftueshëm e mirë, ata hezitojnë me nda me prindrit, për arsye se prindrit janë më kritik, janë më gjykues, edhe në këtë mënyrë mandej fëmijët mbyllen me veten, nuk i ndajnë gjanat me tjerat, nuk kanë dëshirë me provu gjana tjera, me eksploru. E vërtet, mbesin në ato kornizat të cilat i vendos prindi apo dhe familja. Si mund të balancohet dëshira për sukses me nevojën për lumturi dhe mirëqenie emocionale? Atëherë, suksesi dhe lumturia nuk janë kundërshtare, si që thashë edhe më herët është shumë e rëndësishme prindrit me vlerësu përpjekjen e fëmijëve, me vlerësu individualitetin e fëmijës, me vlerësu vlerat e fëmijës, se sa gjithmonë me u fokusu vetëm të suksesi që ai mundet me arrit. Nëse atëherë vlerësohet përpjekja, kemi një balans mes suksesit edhe lumturive të fëmijëve. E vërtet, atëherë si mund të mësojnë fëmijët që t'i pranojnë dhe t'i tregojnë gabimet dhe mos ta marrin si dështim? Së pari fëmijët do të me i pranu gabimet e veta, mënyrë që me qenë një model i mirë për fëmijët e tyre, në qoftë se një prind tregon ose edhe një mësimdhënës i mirë tregon që okej, gjatë leximit unë kom gabu, po dhe mësimdhënësi gabon, atë në këtë mënyrë edhe fëmija ndihet i pranun. Nuk do me thanë që duhemi me dashur fëmijën vetëm kur është i mirë, kur merr notat e mira. Fëmija i lumtur është ai fëmijë i cili nuk heziton me gabu, nuk heziton me provu gjëra të reja, sepse prindri edhe mësimdhënësi i tregon që ti je i mirë edhe nëse bën gabime. Do thotë nuk ndryshon, do të mos ndryshojë dashuria dhe kur ata do thotë gabojnë.
Mirë, e kemi edhe shumë pyetje të tjera, mendova që Anita ka diçka se më duk që po më shikon, atëre sa ndikon mënyra e të sjellurit të prindërve në vetbesimin e fëmijëve, po ashtu edhe e mësimdhënësve? Ka një ndikim shumë të madh. Fëmijët e shohin veten e tyre mënyrën se si prindri e pasqyron ata. Ata janë një pasqyrë. Ata krijojnë një pasqyrë pozitive për veten varësisht se si prindri e sheh. Nëse ne si prindër gjithmonë e komentojmë dhe e vlerësojmë fëmin ose përpjekjet e tij na i quajnë se sikur të vogla i thojmë që ti nuk mundesh më ja dal, edhe fëmia ka më i mbjell këto gjana tek vetja, ndërsa nëse e vlerësojmë procesin edhe i thojmë që okay, ke qenë i mirë, herën tjetër mundesh më qenë më i mirë, atëherë edhe fëmia rrit vetbesimin e tij, kupton që është i rëndësishëm, po ndihet i vlerësuar në familje, po ndihet i vlerësuar edhe në shkollë. E vërtet. Atëherë, a nxit sistemi arsimor më shumë konkurrencën se sa zhvillimin emocional? Fatkeqësisht po, sidomos në vendin tonë, siç e shohim shumë simdhënës, por edhe prindrit janë të fokusuar më shumë tek nota, tek performanca e mirë, shumë e lavdërohet një fëmijë i cili ka marrë një notë 5 sesa një fëmijë i cili ka treguar ndoshta një progres që për ta ka qenë shumë e vështirë që ajo rruga për me arrit atë progres, por gjithmonë i shohim vetëm ata fëmijë të cilët janë me nota të mira, po kjo vjen edhe si kërkesë e prindërve. Është kriju një lloj gare mes prindërve, mes mësimdhënësve dhe një farë mënyrë i shohin fëmijët sikur projekt që duhet me u përmirësu edhe nuk i respektojnë individualitetin e tyre. Sa mendon që prindërit i stërngarkojnë ndoshta pak edhe fëmijët e tyre me kurse të ndryshme? Është patjetër e nevojshme, por që ndoshta dikur edhe e teprojnë paksa me kurse të shumta, edhe dikur edhe fëmiu vet lodhet. Kjo është ajo tendenca që prindërit po mundohen me kriju fëmijë të përsosur, po për arsye se nëse shoku ose shoqja e tyre është duke shku një kurs, edhe fëmiu tim nuk i përshtatet, nuk është realisht në raport me nevojat edhe me aftësitë e tyne edhe me dëshirat e tyne, ai prap ka me dërgu, sepse për shembull IT po duhet, është e kohës, po ndoshta fëmia ka aftësi krejt tjera në art ose në muzikë, po prap prindrit dëshirojnë me dërgu se kjo është koha moderne edhe duhemi patjetër me qenë. Ndonjëherë edhe vendimi i prindit ndoshta ai që më vonë do e sheh edhe vet fëmiu që ka pasur drejt prindi. Shembull sot po e përmend profesionin e IT-s, ndoshta që vlerësohet më shumë, ka edhe të ardhura financiare më shumë. Dikur edhe fëmiu vet e mëson edhe dikur ja del për mirë. Atër na mundemi me pa edhe botani edhe shumë persona edhe të rritur cilët ndoshta janë shumë taftë në profesionin e tyne, po brenda atyne ndjen një boshllak, nuk kanë siguri mjaftë shumë emocionale dhe suksesi edhe ratja duhet me qenë të përafërta, duhet me qenë të balancume, kështu që prindrit normal që e dojnë ma të mirën për fëmijët e tyre, edhe asnjë prind qëllimisht nuk po kërkon fëmijët për sosur, por dëshira e tyre për mi mbrojt ata, mi pas sa ma mirë, nga njerë fatkeqësisht ndoshta edhe ato dëshirat që nuk ju kanë plotësu si fëmijë, mundohet me realizu të fëmijët. Tek fëmijët e tyre. Lejoj me ndjeku ëndrat e tyre. Po prapë se prapë po them që është shumë e rëndësishme me respektu dëshirat, aftësitë dhe nevojat e fëmijës para gjithë gjana tjera. E vërtet, jemi gati në fund, po gjithsesi rrjetet sociale në ato që pothuajse kanë ndikim të përditshëm në jetën tonë të përditshme, si të rriturit besoj që edhe tek fëmijët, se ishin në këtë rast. Atëherë, shohim shumë fëmijë cilët janë të ekspozuar në përmbajtje, cilat nuk janë të filtruar, përmbajtje që nuk kontrollohen prej prindërve fatkeqësisht. Edhe këto përmbajtje po krijojnë një iluzion tek fëmijët. Ata shumë shpesh mendojnë që vlerat e tyre si fëmijë po maten me pëlqime, po maten me komente. Shumë shpesh shohemi vajza dhe djemë të ri që po tentojnë me u duk në pamje sikur
atë që e shohim në foto dhe nuk e kuptojnë se jo çdo gjë që postohet, jo çdo gjë që ekspozohet në internet është reale. Fatkeqësisht shumë fëmijë, kjo ndikon shumë keq në rritjen e vetbesimit të fëmijëve, fëmijët ndihen me pak të rëndësishëm, ndihen me pak të mirë në krahasim me ata se çfarë shohin, por kjo ndikon edhe tek prindërit. Për shembull, vrim që shumë prindër shohin fëmijë edhe në vende tjera të botës që në moshën 3 vjeç një fëmijë për shembull po i din disa gjuhë edhe fëmija i tyre në shtëpi nuk po arrin as me shkrujt, as me mbajt lapsin, edhe prindrit mundohen që mi avësëru, mi avjap të gatshme fëmijët e tyre përgjigjet, po, mënyrë që edhe prindri mos me dështu, po, edhe prindri mos me turpru vetë para të tjerve, mundohet që mi ajap të gjana të gatshme fëmijës edhe ndika normal negativisht. E vërtet, atëherë cili është nështë mesazhi juaj për ata prindër të cilët ndihen jo perfekt, ose ndihen fajtor për kohën që nuk i përkaluar mjaftueshëm, në bazë të mundësive që nuk kanë për t'i dërguar në kurse, në shkolla private dhe të tjera. Atëherë vetëm duhet të themi që nuk ka prind perfekt, nuk ka fëmijë perfekt, edhe nuk ka prind që nuk e don më të mirën për fëmijët e tyre. Është e rëndësishme të themi që ka forma të gabuar të edukimit të fëmijëve, por jo qëllimisht i përdorin këto prindrit. Është e rëndësishme që secili prindër me kuptu që fëmija i tyre është shumë unik, ka kohën e zhvillimit, ritmin e zhvillimit e tij dhe nuk duhet me krahasu me njëri tjetrin. Secili fëmijë ka kohën e vet, duhet çdo fëmijë t'ia bëjmë ditur që ai ka nevojat e veta, interesat e veta, edhe duhet fëmijët me i lanë të lirë, me eksploru, me i lanë të lirë me gabu, me i lanë të lirë me mësu. Ma mirë është një fëmijë i cili mëson me pak, po me dëshirë se sa një fëmijë i cili mëson prej frikës. Ja, vërtet, kjo është shumë aktuale tek ne. Atëherë lumturinë me pak gjëna që mund t'u ofrojmë atyre ndoshta në kushte të vërtetshme. Po, atëherë më mundu me i mësu fëmijët me vlerësu gjanat e vogla, që ata me qenë të lirë, mos me i fshi emocionet e tyre, çfarë do të qofshin ato, më mundu me i ba gjanat që ata i dojnë, edhe me unë ditë lirë, me i përkrap, pa tjetër. Periudha që ata kalojnë. Faleminderit shumë për kohën që ke ndarë sot me ne. Do të vazhdojmë të bashkëpunojmë të diskutojmë temat e tilla. Faleminderit Anita për materialet e përgatitura. Edhe ju shikues të nderuar që çdo herë qëndroni besnik familja ime, do të takohemi javën e ardhshme. Mirupafshim.